Strukturat paralele serbe duhet të largohen menjëherë. Kjo është e interes të të dyja palëve, shprehu të hënën ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle në vizitën e tij në Prishtinë. Për Westerwelle, normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve është në interes të dy palëve. Ai kërkoi fleksibilitet dhe mençuri në arritjen e pajtimit për zbatimin e marrëveshjes. Nach dem Abkommen geht es jetzt um die Implementierung, um eine Implementierungsvereinbarung. Pas marrëveshjes duhet të vijë zbatueshmëria e saj dhe kjo zbatueshmëri duhet të jetë e dukshme për të gjithë pjesëmarrësit. Ne ishim të njëjtit mendim në lidhje me këtë që sigurisht është një detyrë e vështirë. Kjo do të thotë që strukturat paralele serbe në veri të Kosovës do duhet të largohen, që padyshim është një kriter kyç i datës së 19 prillit. Ndërsa kreu i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi shprehu se me këtë marrëveshje ka fituar dhe Serbia dhe Kosova, por edhe Bashkimi Evropian. Por para të gjithash janë fitues qytetarët në veri që do t'i bashkangjiten jetës institucionale për integrimet euroatlantike. Prandaj jam optimist dhe me shpresë se nesër do të arrihet edhe marrëveshja për implementim dhe do të shohim hapa konkret të ndryshimit të gjendjes edhe në terren, natyrisht hapas hapi, në mënyrë graduale, në mënyrë të vullnetshme, me një vullnet edhe të institucionet Kosovës, edhe të qytetarëve në veri, në mënyrë që të jetojmë një jetë të re, të përbashkët. Westerwelle më parë ka vizituar Beogradin, ku u takua me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministrin Ivica Dačić. Ministri gjerman tha se pret që Serbia së shpejti të marrë datën e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian.